Tre ansamble kombëtare shqiptare nga 3 shtete shqiptare do të vlerojnë performancë festive për nder të ditës së çlirimit. Koncerti do të mbahet në Pallatin e Kulturës Asim Vokshi në Gjakov me fillim nga ora 19. E për këtë event foli pjesëtari i ansamblit Shota, Besnik Grajqevsi. Një fest të gjithë Kosovës, një fest që do të festojmë të gjithë bashkë, mbi motivin edhe të koncertit që është të festojmë lirisë dhe liria na bashkon. Është kënaqësi e veçantë për arsye se do të kemi mundësi tamam mesazhin e bashkimit ta shfaqim sot në programin artistik. Pra, programet të cilat janë përgatitur prej organeve kompetente, këshilleve artistike, udhëhecë kompetent, ne artistët do i prezantojmë në mënyrë më të mirë të mundshme. Grajqevsi e kishte edhe një dëshirë për të cilën shpreson se do të realizohet. Shpresoj shumë që këtë nder që i kemi ba qytetit e Gjakovës, të vinë qytetarë dhe të shijojnë, mos që i ky rast për arsye se është një festë e madhe. Ky koncert do të bashkon në një skenë 3 ansamble kombëtare shqiptare nga Kosova, Shqipëria e Maqedonia e Veriut, duke sjellë këngë, valle dhe interpretime që pasqyrojnë historinë, identitetin dhe shpirtin e popullit shqiptar. Koncerti do të transmetohet drejt për drejt në televizionin syri sot në orën 19.